Komiteti i Përbashkët i monitorimit të programit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA 3 mes Malit të Zi dhe Shqipërisë zhvilloi sot një sesion informues në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit Luiq Gurakuqi. Ky takim kishte si qëllim të informojë institucionet publike, organizatat dhe aktorët e interesuar për mundësitë e financimit në një projekt që synon zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, promovimin e ekonomive lokale, ekoturizmin, si dhe përmirësimin e infrastrukturës kulturore dhe natyrore në zonën ndërkufitare. Ne inkurajojmë të gjithë aplikuesit potencial, autoritetet vendore, organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet arsimore të hartojnë projekte krijuese të dukshme dhe me përfitime reale për njerëzit që jetojnë në zonat kufitare. Në të njëjtën kohë, dua të theksoj se Agjencia Shtetërore për Programimin Strategjik dhe Koordinimin e Ndihmës, të cilën unë përfaqësoj, së bashku me të gjithë strukturat e programit, mbeten plotësisht të angazhuara për t'ju mbështetur gjatë gjithë këtij procesi. Ne kuptojmë mirë sfidat me të cilat përballen institucionet dhe përfaqësuesit potencial dhe jemi të gatshëm që t'ju ofrojmë asistencë teknike të nevojshme. That's why we couldn't manage in time. Rreth 7 milionë euro ofron ky program që do fokusohet në dy prioritete kryesore, siç është zhvillimi i turizmit ndërkufitar dhe ruajtja e mjedisit. I would like to greet you. Është folur tashmë për atë çfarë mund të prisni nga kjo thirrje, por unë dua të theksoj atë çfarë pres unë nga ju. Të aplikoni me ide të mëdha, të vazhdoni me frymën e bashkëpunimit që keni ndërtuar deri tani, me koordinim të mirë dhe projekte të suksesshme në dobi të qytetarëve tanë. Kjo është ajo që pres për jush. Ky aktivitet synon që të fuqizojë aplikantët dhe të nxjisë bashkëpunime të fortë ndërkufitar duke kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm rajonal.